Imagjino ai fshihet shikimet njerëzve. Po shikimit Allahut, as kishe trup që vazhdohet bëj gjunare. Shikimit Allahut, si do i shifesh? Allah i madhuar thot: La tudrikuhu al-absar, wa huwa yudriku al-absar, wa huwa al-latifu al-khabir. Allah i madhuar thot: Allahun nuk e kapin shikimet e njerëzve. S'mund ta kapim Allahun me shikimet tona. Sa harim dot. Ai është i plot pushtetshmi, i plot fuqishmi. Ai është drita e qiellit dhe e tokës. Dhe thot Allah i madhuar pastaj, kurse Allahu i kap të gjithë shikimet e njerëzve. Pra Allahu e sheh çdo kënd, madje nëse ai është në errësirën e natës. Ai Allahu sheh në errësirën e natës milingonën e zez, e cila ecën mbi ngurin e zi, dhe madje dëgjon edhe shkreptimat e këmbës së saj. Aq i madh është Allahu. Subhanallah. Dhe ti mendon se i fshihesh dot Allahut, a? La ilaha illallah. Prandaj o vëzër, këto këshilla, këto ajete, këto hadithe të profetit sallallahu alaihi wasallam na nxisin ta vëni sa më shumë me Allahun, dhe sidomos Ramazani është shansi më i madh me ofru Allahut te bareke o teala, dhe ta dëshmojnë një herë e mirë se ne e duam Allahun, ta dëshmojnë një herë e mirë se ne ja kemi frikën Allahut, ta dëshmojnë një herë e mirë se ne duam që Allahut na fusë në xhenetet e tij, ta dëshmojnë një herë e mirë se ne nuk duam të idhrojmë Allahun te bareke o teala, dhe ti themi: o Allah, sa herë kam idhruar, nuk kam dashur Allah, por shejtani më mposhti. Dhe pastaj ti kthehet ke Allahu dhe i thot: më falo Allah. Dhe kush i kthehet Allahut me pendim të sinqert ka për ta falë Allahut te bareke o teala. Allahu ka premtuar falje për atë që kërkon pendim. Ama duhet më pendu. Duhet me marr shkaqet. Wallahi jeta është e shkurtër o vëllezër, për Zotin e Madh. Wallahi ju e dini shumë mirë se sa shpejt iku viti. Sa shpejt unë njëjtën temë, njëjtën hutbe, njëjtat ajete kuranore, njëjtat hadithe i ka marrë para një viti para Ramazanit që kaloi. A e man me dikush, a e ndjeu pak se si iku ky vit që kaloi? A e ndjeu dikush? A arriti ta kuptoj se si arriti që të vi Ramazani prapë, alhamdulillah, po vjen? Asnjë. Edhe jeta jon kështu është, do iki shpejt. Koha është e shtrenjtë dhe e shkurtër. Kjo është kapitali jonë, nuk është se koha hajde se zëvendësojmë me diçka. Për shembull, ke humbur një lloj pasurie, do të zëvendësosh me pasuri tjetër. Ke humbur një fëmijë, do lindë inshallah një fëmijë tjetër. Jo. Koha është kapitali, është vetë jeta. Prandaj të shfrytëzojmë maksimumet të kemi frikën Allahut te bareke o teala, para se të vi një moment që nuk ka më pendim tek Allahu, kur të na vi shpirti në grop të fytit, pra kur të vi vdekja, nuk ka më justifikim, nuk ka më pendim. S'pranon Allahu pendimin. Allah ta pranon pendimin përderisa ty s'ka ardhur vdekja. Në momentin që të vjen vdekja, atëherë Allahu nuk ta pranon. Pse? Sepse ti e sheh melekun e vdekjes me sy. E sheh melekun e vdekjes me sy. Dhe në momentin që ti thu, unë pendova tani, se çdo njeri, qoftë besimtar dhe jo besimtar, në momentin e vdekjes pendohet. Besimtari thot: pse nuk punova më shumë? Jo besimtari thot: pse nuk besova? Subhanallah. Çdo kush do pendohet. A vlen ky pendim? Jo. Sepse ai e sheh me sy tashmë melekun e vdekjes. E shef me sy që po ja merr shpirtin. Dhe i thot Allahut: o Allah, më kthe. Allah i thot: nuk ka kthim. S'ka kthim, se në dynja ishe. Pak kosh në dynja. Po të mos e shifje vdekjen, agonin e vdekjes, melekun e vdekjes, po të mos e shifje, po të pendosh te Allahu, kërë kishte për të falë Allahu. Mirë, po ti pritet në këtë moment që i pe argumentet e Allahut? Prandaj o vëllezër, ti shfrytëzojmë këto argumente për të na ndikuar thellësisht në zemrat tona, dhe të pendojmë sinqerisht ke Allahu, se po nuk u penduam sinqerisht ke Allahu, padyshim se do të humbim, përfundimi do të jetë xhenemi dhe do të humbim xhenetin ku kënaqësia më e madhe është atje.